Nëse do të qëndrojmë një hadith profetit alayhi salatu wasalam, i cili i dërguari i Allahut në këtë hadith na tregon, na orienton, na udhëzon që besimtari t'i lutet Zotit xhelel xhelalu për 4 gjëra të cilat janë shumë të rëndësishme. Realisht kanë ardhur disa hadithe të tilla që profeti alayhi salatu wasalam i ka kërkuar mbrojtje Zotit që ta ruaj prej 4 gjërave. Po sot do të qëndrojmë ke ky hadith ku profeti alayhi salatu wasalam, i cili e transmeton Zeid ibn Arqam, thot se i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam thoshte: Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Thoshte profeti alayhi salatu wasalam: o Zoti im, kërkoj mbrojtjen tënde nga dituria e padobishme e para. Dhe më pas thoshte, dhe nga zemra e cila nuk friksohet. E treta thot, dhe nga nefsi që kur nuk gopet. Dhe e katërta, dhe nga lutja o Zot që ti nuk i përgjigjesh saj. Këto janë 4 gjëra që profeti alayhi salatu wasalam e lutte Allahun xhelel xhelalu. Mi hadith tjetër e ngjashme, vetëm thjesht ka ndryshuar ajo renditja e fjalëve, ku profeti alayhi salatu wasalam thoshte: o Zot, kërkoj mbrojtjen tënde nga zemra e cila nuk friksohet, dhe nga duaja që o Zot ti nuk e dëgjon, dhe gjithashtu nga nefsi që nuk ngopet kurrë, dhe nga dituria e padobishme ose nga dituria që nuk bën dobi, o Zot, kërkoj mbrojtje nga këto 4 gjëra që të mëruash. Këto ishin duat që profeti alayhi salatu wasalam e bënte. E para ne qëndrojmë pak e kjo lutje dhe të shpjegojmë pak në çdo pjesë të kësaj lutje, sepse është realisht është lutje e bukur. Para do të kuptojmë që lutja është prej adhurimeve më të mëdha që ka besimi jonë dhe feja jonë. Pra, momenti që i lutesh Zotit xhelel xhelalu do thotë se je lutur je lutur atij që realisht ka në dorë çdo gjë. Dhe lutja që i bëhet Zotit xhelel xhelalu do thotë që është një orientim i duhur që për çdo gjë që njeriu kërkon dhe dëshiron, patjetër që ti lutet atij që e posedon dhe e ka në dorën e tij çdo gjë. Dhe në këtë rast profeti alayhi salatu wasalam e orienton besimtarin që ti lutet Zotit xhelel xhelalu dhe askujt tjetër përveç tij. Kjo është e para. Dhe e dyta, duhet të kuptojmë që lutjet realisht e bukura dhe lutjet e mira janë ato lutje që kanë bërë profetët e Zotit. Dhe në këtë rast profeti alayhi salatu wasalam po na tregon neve që nga forma dhe mënyra dhe lutje që realisht është lutje e bukur, e pranon Allahu xhelel xhelalu, është lutje që ka bërë ai. Sepse profeti alayhi salatu wasalam nuk ka shpikur lutjen. Lutja e profetit është lutja që Zoti i lartë madhëruar ja mësoi. Dhe ai nëpërmjet kësaj lutje lut Zotit xhelel xhelalu. Pra ne thot Allahu në Kur'an që i dërgumi i Allahut nuk flet nga dëshira e tij, por ai flet atë që Zoti ja shpall. Dhe sidomos në këtë rast që do thot është çështje fetare dhe çështje që ka të bëjë me Zotin xhelel xhelalu, i dërgumi i Allahut asnjëherë nuk fliste prej vetes tij ose prej mendjes tij. E gjithë e ndërtuar mbi shpalljen që Allahu xhelel xhelalu ja shpallte profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra në këtë rast profeti sallallahu alaihi wasallam e bënte këtë dua për t'i orientuar besimtarët që duaja është një nga adhurimet e bukura dhe një nga adhurimet që afron njeriu me Zotin xhelel xhelalu. Prandaj thot Zoti në Kur'an: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj ka thënë: "Mu lusni mua, që unë t'ju përgjigjem." Pra, do thotë që Allahu xhelel xhelalu të përgjigjet lutjes tënde, por thjesht kërkohet prej teje që ti të lutesh. Pra që do thotë që besimtari gjithmonë duhet ta lidhë zemrën me Zotin dhe ti lutet për çdo gjë. Pra, jo ta kujtosh Zotin ti dhe ti lutesh Zotin vetëm kur ke siklete. Nuk shkon. Se kur ka siklete është natyrë e njeriu që gjithmonë çdo kush, edhe ai që nuk beson, që është kafiri më i madh, ateisti më i madh, që pretendon se nuk beson. Momente më kritike thotë o Zot, këtë e dim ne, këtë e bën çdo kush. Por ne po flasim që besimtari duhet gjithmonë të jetë kontakt me Zotin xhelel xhelal. Për çdo gjë, ta lusi Allahun xhelel xhelal dhe mos
mos a shkëpusi lutjet, sepse prandaj vjen në hadithin e profetit alayhi salatu wasalam që Allahu zemrohet. Pra Allahu zemrohet me atë që nuk i lutet atij. Nëse ti lutesh dikujt për njerëzve, herën e parë, nëse ka mundësi ta zgjidhë atë problem, okay. Herën e dytë thot sigur i ngel pak hatri. Herën e tretë thot ore s'ke rrugë tjetër ti, këtë punë ke, vetëm kërkosh. Pra njeriu mërzitet. Dhe normalisht ai që i kërkon dikujt diçka, patjetër që është më poshtë, dhe ai që i kërkohet është më lart. Kështu ka thënë profeti alayhi salatu wasalam. Hadith, thot dora që jep është më lart se ai që merr. Në momentin që ti zgjat dorën për të marrë diçka, ke krijesat, kjo është mirë që ka mundësi që mos i kërkosh asnjëherë askujt. Kurse ke krijuesi është fisnikëria, ngritje. Pra Allahu xhël xhelalu e dëshiron, e don fort, edhe e krenon, e fisnikëron atë njerëj i cili lutet vetëm Zotit xhël xhelalu. Prandaj thot profeti alayhi salatu wasalam, vinte nga dua thoshte o Zot, më bëj mua që mos të kem nevojën për askujt përveç teje. Pra o Zot, më bëj për atyre që unë i zjas dorën time ose i shpreh kërkesat e mia vetëm ty dhe askujt tjetër, po pse? Sa është fisnikëri. Ti sa më shumë ti kërkosh Zotit, aq më shumë afrohesh. Sa më shumë ti kërkosh Allahu xhël xhelalu, aq më shumë të do ai ty. Pra të lutesh. Allahu xhël xhelalu e don, kurse kundërta ndodh me krijesën. Sa më shumë ti kërkosh krijesës, 1 2 3 4 thotë ore dile ja se mërzitet. Pse? Se kjo është natyra e krijesës. Nuk dëshiron që ti kërkosh për herë. Kurse ka Allahu jo. Prandaj Allahu xhël xhelalu thot në ajetin kuranor: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti ju ka thënë lusni që unë t'ju përgjigjem. Se ata të cilët tregojnë mendjemdhënë ndaj lutjes së Zotit xhël xhelalu, ata nuk do të shpëtojnë. Pra ata do të jenë për banorëve të zjarrit. Prandaj i kthehemi këtij hadithit profetit alayhi salatu wasalam, i cili është një lutje, po me fjalë të pakta dhe me kuptim shumë të madh, thoshte o Zot. Thoshte profeti alayhi salatu wasalam, Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. O Zot, kërkoj mbrojtjen tënde nga e zemër që nuk friksohet. Ai zemër që nuk friksohet, pra kemi për qëllim ai zemër që nuk qetësohet me përmendjen e Allahut, ai zemër e cila nuk qetësohet me leximin e Kuranit, ai zemër e cila nuk qetësohet me faljen e namazit. Pra që do thot, o Zot, më ruaj nga kjo zemër. Sepse realisht Zoti xhël xhelalu thot ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtetë thot me përmendjen e Zotit zemrat qetësohen, zemrat rahatohen, zemrat friksohen, zemrat domethënë qetësohen. Pra që do thot përmendja Allahu xhël xhelalu e qetëson, e frikson, e përmend zemrën. Kurse profeti alayhi salatu wasalam thoshte o Zot, kërkoj mbrojtjen tënde nga kjo zemër që nuk friksohet. Pra që do thot fjala friksim, pra zemër e ngurtë, zemër që nuk dikohet, zemër që lexohet Kurani, ai s'ka asnjë lloj reflektimi. Jipen këshillat, nuk ka asnjë lloj reflektimi. Futet namaz, nuk i bën dobi namazi. Pra që do thot Zot na fal. Kjo është zemër e ngurtë. Kur realisht Zoti xhël xhelalu i ka qortuar ata njerëz të cilët zemrat e tyre janë si guri. Pra të ngurta që nuk ndikojnë dhe që nuk reflektojnë. Prandaj Allahu xhël xhelalu i lavdëron ata njerëz të cilët zemrat e tyre janë të friksuara, zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Zotit, zemrat e tyre me këshillën reflektojnë, pra ndikohen dhe ndikimi i tyre i përmirëson çfarë veprimet. Pra thot Zoti xhël xhelalu ke në ajetin kuranor për disa njerëz të cilët kur vajten tek profeti alayhi salatu wasalam për të diskutuar, thot Zoti innal ladhina utul ilma min qabli idha yutla alehim yakhruna lil adhqani sujadan. Thot Zoti xhël xhelalu dhe atyre të cilët u është dhënë dituria kur u lexohet atyre argumentet, pra ajetet kuranore, ata e kuptojnë dhe i bin Zotit sejdë. Pra e kuptojnë që Allahu xhël xhelaluhu me këto ajete i thërret njerëzve që ti përulen atij. Dhe çfarë thonë? Thonë Rabbena, on yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Thonë i lartmadhëruar Zoti ynë, i cili premtimi i tij është i vërtetë. Pra premtimi i tij zbatohet nëse Zoti xhël xhelalu e bën këtë gjë. Dhe ato thot Zoti xhël xhelalu, ata i vendosen, pra i përulen Zotit tyre dhe
me frikë, me respekt dhe me lot në sy. Pra, këto janë zemra që realisht Zoti Xhelel Xhelalu i lavdëron. Zemra e cila friksohet, zemra e cila reflekton ose zemra e cila qetësohet me përmendjen e Allahu Xhelel Xhelalu. Prandaj veprat e mira janë ato vepra të cilët realisht i bëjnë ose zemrën e bëjnë që të friksohet, zemra që të reflektojë. Prandaj thot Zoti në Kur'an: Innal ladhina amanu wa amilu salihati wa akhbidu ila rabbihim ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Thot Zoti Xhelel Xhelalu, ata të cilët besuan dhe vepruan vepra të mira dhe ju nënshtruan, pra ju friksuan Zoti tyre, ata thot do të jenë banorët e xhenetit, të cilët ata do të jenë përhershëm. Apo siç thot Zoti në Kur'an për banorët e xhenetit, kush janë? Thot ato thot do të jenë trashëgimtarët e xhenetit, pse që zemrat e tyre janë të friksuara. Pra të friksuara kuptimin që frikë respekt ndaj madhërisë, ndaj pushtetit, ndaj krijuesit gjithësisë. Tu është kuptimi i fjalës, sepse Allahu Xhelel Xhelaluhu nuk mundet ta përngjasosh apo ta krahasosh me asnjë lloj force apo fuqie apo autoriteti në jetën e kësaj bote me askë. Ai është mbi çdo gjë. Pra ne themi në Allahu është më i madhi, kur themi Allahu Akbar, do të thotë që nuk mund të imagjinohet. Dhe për këtë arsye zemra e besimtarit friksohet, respekton, nënshtrohet, ndikon, reflekton. Pra kjo është zemër. Pra edhe profeti Ali sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith thoshte: O Zoti im, kërkoj mbrojtjen tënde nga ajo zemër e cila nuk friksohet, pra që do thotë nuk reflekton. Namazi është një nga ato elementet që realisht e bën zemrën që të friksohet, që të reflektojë, pra zemrën që të ketë atë frikë, respektin ndaj krijuesit gjithësisë. Prandaj Allahu Xhelel Xhelalu, prandaj profeti Ali sallallahu alaihi wasallam kur na tregon neve në një hadith, thotë që namazi, kur njeriu hyn në namaz, e ndjen këtë, por në raport me këtë frikë, respektin që ka njeriu me Zotin e tij, ai do të marrë edhe sevapin. Thotë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, do të ketë njerëz që hyjnë në namaz, dhe sepse frikë respekti do thotë që njeriu është i përqendruar, zemra e tij është e vëmendshme në atë që flet, në atë që vepron, kur ulet në ruku e kupton para kujt është për ul, kur bin sejdë e di para kujt është i ka rënë sejdë. Se ka njerëz që bin në ruku, bin sejdë, hyjnë e dalën se morën vesh se çfarë bën. Dhe themore, ti e falë namazin, mashallah, po ti s'nive, ti s'kuptove, ti s'reflektove, ti nuk pate asnjë lloj ndikimi në këtë namaz. Kuptimi i namazit është njeriu ndikohet që të ketë atë frikë respekti ndaj krijuesit gjithësisë. Pra, dhe pra ne thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, ka për njerëz që kur hyn namaz mund të marrin nga shpërblimi i namazit vetëm 1/10, 1/9, gjysmë, ose më pak, ose dalin për namazit asnjë lloj sevapi. Po pse? Se i s'ka qenë i vëmendshëm, ose ky namaz nuk i ka dhënë atë ndjenjen e frikë respektit ndaj krijuesit gjithësisë. Se njeriu kur i falet Allahu Xhelel Xhelalu, do thotë që po i falet më të madhit, po i përulit atij që e krijoi, e sistemoi, e furnizoi, e rregulloi, i dha të gjitha. Pra që do thotë, momenti që i drejtohet Zotit Xhelel Xhelalu ka atë ndjenjen e reflektimit, e frikë respektit ndaj krijuesit gjithësisë, se kjo është logjika. Prandaj thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, është edhe nga shenjat e Kiametit. Gjëja e parë që do të ngrihet nga shenjat e Kiametit është gjëja e parë që do të ngrihet njeriu në para se të bëhet Kiameti është ky element. Pra falet, hyn e del dhe ai se kupton çka ka bë. Për ne thot një hadith profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, thot do të ngrihet dituria nga shenjat e Kiametit dhe pyet një sahab, kuptimi i hadithit, e pyet një sahab, i dërguar i Allah, po si do të ngrihet dituria kur ne mashallah Kur'anin e kemi, i kemi mësuar ne fëmijët tan, nipërit e kështu me radhë. Thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, po thot do të vijë moment që njerëzit e kanë, po nuk e kuptojnë. Dhe humbet frikë respekti ndaj Zotit, pra ato falen me trupat e tyre, po s'kan asnjë lloj ndikimi në shpirtrat dhe në zemrën e tyre. Pra që do thotë ti të falesh dhe nuk ka atë ndjenjën e frikë respekti ndaj krijuesit gjithësisë. Kjo është gjëja e parë, thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, që do të humbasi nga para se të bëhet Kiameti. Pra nga shenjat e Kiametit njeriu falet dhe falet me gjymtyrët e tij, po se kupton dot, nuk përcjell ose nuk jep atë ndjenjën e frikë respektit, e qetësisë, e rahatisë, e vëmendjes ndaj krijuesit gjithësisë. Kjo do thotë Zoti na rujt humbja
e kësaj. Prandaj edhe profeti alayhi salatu wasalam bënte dua duke thënë: O Zot, më ruaj nga ajo zemër që nuk friksohet, nuk ka të ndjenjën e frikë respektit ndaj Zotit xhelel xhelalu, sepse zemra është ai elementi kryesor që nëse rregullohet i gjithë trupi, dhe nëse prishet i gjithë trupi njeriu. Kjo është pjesa e parë e duas që profeti alayhi salatu wasalam e bënte. Pjesa e dytë, thoshte profeti alayhi salatu wasalam: O Zot, më ruaj min duain la yusma. O Zot, më ruaj nga ajo lutje që ti nuk e dëgjon. Jo se Allahu nuk e dëgjon. Allahu dëgjon çdo gjë. Po kuptimi i kësaj fjale dhe këtij hadithit profetit alayhi salatu wasalam: O Zot, më ruaj nga ajo duaja që ti nuk e dëgjon, pra nuk e pranon. Se Allahu xhelel xhelalu dëgjon çdo veprim dhe çdo gjë që bën çdo kush, e mirë apo e keqe. Po ne po flasim për lutjen se ti lutesh dhe Allahu nuk ta ndjen lutjen, pra nuk ta pranon lutjen tënde. Tu është kuptimi i kësaj fjalës. Prandaj kuptimi në këtë hadith është ti bish derës bujarit absolut, ti trokazësh Allahu xhelel xhelalu në derë dhe ai mos ta hapi derën, është dështimi më i madh që mund të ketë ndonjëherë njeriu në jetën e vet. Allahu na ruaj. Prandaj edhe profeti alayhi salatu wasalam thoshte: O Zot, më ruaj nga ajo lutje që ti nuk i përgjigjesh, ose nga ajo lutje që ti nuk e dëgjon, pra nuk e pranon. Tu është kuptimi. Pra që do të thotë ti bish derën Zotit dhe mos ta hapi Allahu derën që bujaria e tij është ka kalu çdo gjë. Do thotë që mos o Zot, njeriu do ta shikojë ke vetë pse Zoti i lartë madhëruar nuk e pranon lutjen. Pra që do thotë se njeriu do të jetë i kujdesshëm kur i lutet Zotit xhelel xhelalu, dhe prandaj duhet ta bëj këtë dua që: O Zot, unë të lutem ty, po o Zot, lutjet e mia të pranohen. O Zot, lutjet e mia të dëgjohen prej teje. Pra, prandaj dhe thonë dietarët mënyrë të përgjithshëm që një nga metodat ose mënyrat që Allahu xhelel xhelalu ja pranon lutjen njeriu është e para se ta filloj lutjen, ta filloj me duke falendëruar dhe madhëruar krijuesin e gjithësisë, duke thënë elhamdulillahi rabbil alamin. Pra, para se të fillosh lutjen, lavdëroje Zotin ta atëherë. Pastaj e dyta, bin salavat mbi profetin alayhi salatu wasalam, duke thënë Allahumma salli ala Muhammad. Pra duke thënë që o Zot, fale dhe nderoje dhe ngrije në shkallë të lartë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e dyta. Dhe gjithashtu dhe ta mbylli lutjen e tij po kështu, duke lavdëruar, madhëruar dhe duke rënë salavat mbi profetin alayhi salatu wasalam. Gjë tjetër është që lutja e njeriu pranohet te Zoti xhelel xhelalu është që ai duhet të jetë i vendosur në lutjen e tij dhe të jetë i sinqert, pra i vendosur dhe i sigurt se Allahu xhelel xhelalu do t'i përgjigjet lutjes tij. Jo me dy mendje, po i lutem unë Zotin, po nuk e di. Nuk ka asgjë që e pengon Zotin xhelel xhelaluhu nëse ai dëshiron ta japë diçka. Ose mendon kurse nuk ka kush që ndalon dot. Nuk ka fuqi, nuk ka autoritet askush ta ndalojë Zotin xhelel xhelalu nëse Allahu xhelel xhelalu dëshiron ta japë atë gjë. Mos e mendon kur, pra do ta kesh bindje të thellë dhe të palëkundshëm që Zoti, ku po ti ngri durë tek Zoti, Allahu do ma japë atë punë. E kam të sigurt. Kjo është sepse asgjë se pengon atë, sa jesh i plot pushtetshëm dhe i plot fuqishëm. Pra që do thotë duhet ketë njeriu bindjen e sigurt se Allahu xhelel xhelalu i përgjigjet lutjes tij. Tjetër gjë që pranohet lutja, thonë dietarët, është këmbgulja në lutje. Pra jo, ne themi jo të lutet, u luta një herë dhe them edhe e lash me kaq. Jo, duhet këmbgulesh. Që o Zot, të ma jep këtë që ti dëshiron, që ti e ke për qëllim atë çfarë dëshiron t'japi. Pra, ti i kërkon Zoti xhelel xhelalu me këmbgulje atë duke mos u nxituar, sepse thot profeti alayhi salatu wasalam, Allahu i përgjigjet lutjes së ndonjërit prej jush për sa kohë nuk nxiton. Po si nxiton? Thotë që unë ju luta, po Zoti s'më përgjigj. Ja, nuk funksionon kështu. Ti duhet kesh këmbgulje në atë kërkesë që ti do. T'ia kërkosh Allahu xhelel xhelalu, ose si puna e hallexhiut. Ku ai që është hallexhi, ku shkon ke dera dikujt, dhe i bit dera se ja hap, kujton se do iki, jo nuk ikët. Dhe iki thotë ai s'ka problem, do shkoj mas i ore. Sa hapi, do shkoj mas i ore. Do shkoj ndargët, do shkoj njes, do shkoj drejt, derisa pa hapi dera, se kam hall. Ai hallexhiu po. Kështu edhe njeriu me Zotin e tij. Je hallexhi, duhet të këmbgulesh dhe më kur mos nxito. Unë ju lutaj herë dhe unë e mbylla me kaq. Jo. Do të ketë domethënë vendosmëri dhe duke mos u nxituar
në lutje. Gjithashtu, thoj dietarët që nga gjërat që e pranon ose lutja bëhet e pranueshme është që njeriu duhet që kur lutet, zemra e tij dhe vëmendja e tij dhe shpirti i tij të jetë prezant. Nëse dikush thotë o Zot, po e flasim si shembull, o Zot, më jep xhenetin, ai mendon dyqanet që ka, po shitet në gjak në mall që ka mund kesh dyqane apo jo. O Zot, më jep xhenetin dhe mendja ka ke dyqani mushita e plaçka apo s'mushit, apo dikush e ka mendën vend tjetër dhe këne matan tjetër flet gjua, tjetër mendon zemra. Ja, nuk shkon. Nuk pranohet lutja. Ajo që thot gjua duhet koordinoj me zemrën. Kur ti e thu o Zot, unë kërkoj xhenetin, kjo del nga zemra dhe shpirti është i vëmendshëm dhe gjua duke këngul që o Zot, kërkoj xhenetin, pra gjithë qenia jote është përqendruar me ky hall. Ose o Zot, kërkoj rrezikun, o Zot, kërkoj shërimin. Po jo, ti e thu me gjuhë dhe mendja jote në vend tjetër apo zemra jote është në vend tjetër, nuk shkon kjo. Është nga elementet të cilët nuk pranohet lutja. Prandaj dietarët thonë që nga pranimi i lutjes është njeriu duhet të jetë i vëmendshëm, pra zemra e tij dhe shpirti i tij duhet të jetë i vëmendshëm dhe i përqendruar në lutje. Gjithashtu përmendin dietarët që kur njeriu lutet është mirë që ti ketë parasysh edhe kohët e pranimit. Për shembull, në sejdë është mirë sepse në sejdë, thot profeti alayhi salatu wasalam, njeriu kur lutet në sejdë është më afër Zotit dhe duaja e tij është më e pranueshme. Në fund të natës para sabahut, thot profeti alayhi salatu wasalam, ka një hadith ku Allahu xhel xhelalu zbret qiellin e dynjas dhe thot, a ka kush që më lutet që unë t'ia jap atë që kërkon? Ky është momenti i bukur, shfrytëzoj këtë moment. Dikush thot, po unë do të flej gjumë. Po, për t'i arritur gjërat do sakrificën. Do të patjetër që ti t'jesh i vëmendshëm. Midis sezanit dhe ikametit. Pra, janë këto elementet të cilët na ka treguar profeti alayhi salatu wasalam, që do të thotë, në momentin që ti do të bësh lutjen, është mirë që ti jesh i vëmendshëm që ta bësh lutjen në ato momentet ku pranohet. Pra, siç i përmendëm këto apo siç kanë ardhur gjëra të tjera të cilët nuk na le koha për t'i folur gjithë. E rëndësishme është që njeriu duhet t'ia ketë parasysh këtë gjë. Punë të mira, kur njeriu e bën punën e mirë, pas veprave të mira pranohet lutja e personit. E bën një vepër të mirë, lutju Allahu xhel xhelalu që përhallin problemin që mund të ketë, sepse është nga momentet e pranimit lutjes. Dhe e fundit që e mbyll me këtë, është mirë që kur njeriu ose lutja jote të jetë e pranueshme, domethënë më e pranueshme dhe e sigurt tek Allahu xhel xhelalu është që të lutesh me ato lutje që na kanë ardhur qoftë në Kur'an, qoftë në hadithin e profetit alayhi salatu wasalam. Pra, dikush thotë dëshiron që të ketë të mirat e dynjas dhe të mirat e ahiretit. Ka në ajet kuranor ku Allahu xhel xhelalu thotë Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ka lutje më të bukur se kaq? S'ka pse ta shpikësh ti lutjen. E ka bë Zoti xhel xhelalu dhe është një nga mënyrat dhe metodat që nëse lutja jote duhet pranu, mos shpik ti lutje, s'ka nevojë të shpikesh, të lodhesh duke shpik lutje. E ka bë Zoti xhel xhelalu, ja ka treguar profetit alayhi salatu wasalam dhe gjithë besimtarëve që forma dhe mënyra e lutjes është kjo. Dhe në këtë rast profeti alayhi salatu wasalam e bënte shpesh, o Zot, na jep mirat e kësaj dynjaje dhe të mirat e ahiretit dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Pra në këtë lutje përfshihen shumë gjëra të mëdha nëse ti do të analizosh si lutje. Por e rëndësishme që të jetë lutja e pranueshme tek besimtarit është që ti përmbahet atyre lutjeve që Zoti na ka treguar në Kur'an, sepse ka lutje në Kur'an plot, që e kanë bërë profetët e Zotit, Allahu xhel xhelalu ka mësuar atyre dhe na ka treguar në Kur'an, që Nuhu apo profetët e tjerë, kushdo qofshin Ibrahim e kështu me radhë, deri tek profeti alayhi salatu wasalam që ato kanë bërë që e tregon Zoti në Kur'an. Plus kësaj, profeti alayhi salatu wasalam na ka treguar ne dhe ka ardhur hadithe të ndryshme që ai ka bërë lutje të ndryshme që forma dhe mënyra e tyre është më e bukur, sepse i dërguari i Allahut nuk shpikte vetë lutje. Pra, i dërguari i Allahut kur bënte lutje ishte ato lutje që Allahu ja mësoi nëpërmjet Xhebrailit. Dhe këto janë quajtur lutjet më të bukura dhe më të pranueshme tek Allahu xhel xhelalu. Pra që do të thotë, njeriu mos duhet neglizhojë, pra ti mësoj dhe këto lutje nëse nuk i di, ose për një hall të caktuar se dikush nuk i mëson gjithë lutjet, por për një hall të caktuar që ti ose njeriu ose besimtari ka, pyetet, konsultohet me dikë që është më i ditur, thotë, "Ore, kam këtë hall, kush është lutja që mund të jetë më e bukur?" Dhe ja sugjeron lutje më të bukur që ka ardhur qoftë Kur'an,
Dhe qoftë në hadithin e profetit alayhi salatu wasalam.